Një aksident i rëndë rrugor u regjistrua mëngjesin e sotëm rreth orës 7 të mëngjesit në aksin Vlorë-Orikum, pranë fshatit Radhim, ku përfshin 3 automjete, një Benz, një BMW dhe një Seat. Si pasojë e përplasjes, humbi jetën drejtuesi i mjetit i BMW Flamur Cabello, i cili po udhëtonte në drejtim Orikum-Vlorë. Nga aksidenti metën të plagosur lehtë pasagjerë me shtetësi egjiptiane që ndodheshin në automjetin Benz. Ato transportuan në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërkohë pak minuta pas përplasjes, automjetet u përfshin nga flakët, ndërsa drejtuesi i mjetit Seat nuk pësoi lëndime. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se aksidenti është shkaktuar nga një parakalim i gabuar i automjetit Benz dhe shpejtësia e lartë. Testet e alkoolit të kryera ndaj 2 drejtuesve të mjeteve rezultuan 0.0 mg per litër. Shërbimet policore vijojnë hetimet në vendngjarje për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe dinamikën e aksidentit.